Mirë se vini në kanalin tonë Fuqia e Trurit. Në këtë video do të flasim për 5 kombinime ushqimesh që kur konsumohen së bashku, jo vetëm që përmirësojnë shijen, por ofrojnë përfitime të jashtëzakonshme për shëndetin. Para se të vazhdojmë, bëni subscribe që të mos humbisni asnjë video me përmbajtje me vlerë. Avokado me domate. Ky kombinim është një aleat i fortë për zemrën tuaj. Domatet janë të pasura me likopen, një antioksidant i fuqishëm që mbron qelizat, ndërsa avokado përmban yndyrna të shëndetshme që ndihmojnë përthithjen e likopenit. Shtoni disa feta avokado në sallatën tuaj me domate për një vakt të shëndetshëm dhe të ekuilibruar. Spinaq dhe portokall. Spinaqi është i pasur me hekur, por trupi ka vështirësi ta përthith kur konsumohet vetëm. Portokalli është një burim i shkëlqyer i vitaminës C, e cila ndihmon në përthithjen e hekurit nga spinaqi. Një sallatë me spinaq dhe lëng portokalli i freskët është një kombinim që lufton lodhjen dhe forcon energjinë. Peshk dhe hudhër. Peshku, sidomos ai yndyror si salmoni apo sardelja, është burim i shkëlqyer i acideve yndyrore omega 3. Kur e shoqëroni me hudhër, përfitimet për zemrën shumëfishohen. Hudhra ndihmon në uljen e presionit të gjakut dhe përmirëson qarkullimin. Gatuani peshkun me hudhër për një vakt që forcon zemrën dhe trurin. Koz dhe fara chia, një kombinim perfekt për tretjen dhe imunitetin. Kozi përmban probiotik që ndihmojnë florën e zorrve, ndërsa fara chia janë të pasura me fibra dhe omega 3. Shtoni një lugë fara chia në kosin tuaj të mëngjesit për një ushqim që mban stomakun të kënaqur për më gjatë dhe rregullon sistemin tretës. Çokoladë e zezë dhe boronica. Jo vetëm që janë të shijshme, por së bashku përbëjnë një bombë antioksidantësh. Flavonoidet nga çokolada e zezë dhe boronica ndihmojnë në përmirësimin e qarkullimit të gjakut, përshëndrimin dhe mbrojtjes së qelizave nervore. Këto ishin kombinimet më të fuqishme ushqimore për një trup më të shëndetshëm dhe një mendje më të kthjellët. Na tregoni në koment se cilin prej këtyre kombinimeve përdorni më shpesh apo cili ju bëri më shumë përshtypje. Kaq për këtë video. Faleminderit që na ndoqët dhe për më shumë video të tilla bëni subscribe, like dhe comment.